Ju përshëndes gjithëve, jam këtu sot për të bërë një denoncim në lidhje me urën në Suk Vendas. Para disa ditësh ju kam prezantuar një urë të çuditshme, që nuk është e denjë me të thënë drejtën për të kaluar njeriu, e jo më mjeti, e aq më pak një fugon me 30 nxënës. Sigur të mos mjaftonte vetëm kaq, ditën e sotme është rrezikuar jeta e një banori i cili ka kaluar me makinë në këtë urë. Tani do ju shfaq momentin që makina ka përjetuar në urë. Kanë qenë faktikisht çaste paniku dhe ka thritur bashkëpunëtor. Është një banor nga Sukthi Vendas dhe i ka mbetur pikërisht makina në kavot e urës. Pra ka rrëshqitur si pasojë edhe e shiut nga dorrasat dhe dëmi sigurisht i makinës është kolosal, por shqyqyr që mbaroj me kaq dhe nuk kemi rrezikim jete. Më vonë kanë ardhur njerëz e kanë ndihmuar dhe e kanë nxjerrë makinën pikërisht nga ura. I bëj thirrje të gjithë niveleve të qeverisë që ta shikojë me vëmendje këtë urë. Për mendimin tim duhet mbyllur 1 orë më parë që mos të krijohen tragjedi. Siç ju kam njohur, aty kalojnë rreth 30 nxënës çdo ditë me fugon. Imagjinoni se çfarë katastrofe mund të ndodhë në këtë urë. Për t'ju rikujtuar edhe herë se ku është kjo urë dhe çfarë ndodh, ju lutem të ndiqni videon që kam postuar në rrjetet sociale vetëm para pak ditësh. Pikërisht në këtë urë kalon fugoni për të transportuar 30 fëmijë të paktën të fshatit Suk Vendas, të cilët kanë zgjedhur të shkollohen në fshatin Bupq, dhe ata për çdo ditë kalojnë në këtë urë me fugon. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në fshatin Suk Vendas, njësi administrative Kodër Thuman, Bashkia Kruj. Ndodhem pikërisht në këtë urë, e cila shërben si një urë lidhëse komunikimi midis fshatrave të Gramzës, Sukthit Vendas dhe pjesës tjetër të Ishmit, apo që na lidh me pjesën tjetër të Durrësit. Këtu kalojnë makinat. Po, është e vërtet. Këtu kalojnë makinat në këtë urë, e cila është e arnuar, siç e shikoni, pra këtu ka një kompensat. Banorët po ashtu vetë kanë ndërhyrë duke vendosur një kompensat tjetër këtu, dhe këto dorrasa që janë të gozhduara, pra siç e shikojmë gozhda këtu, gozhda këtej, shërbejnë këto, pra dorrasa këtu dhe dorrasa këtu shërbejnë pikërisht për të kaluar gomat e makinës. Në këtë pozicion ku ne jemi, ndahen dy bashkitë me njëra tjetrën. Pjesa këtej i përket pikërisht bashkisë Krujës, përsa pjesa në të djathtën time, siç e shikoni, janë fshatrat e Ishmit, njësisë administrative Ishëm që e kap në vetvete Bashkia Durrësit. Për të lidhur dy bashkitë, Bashkia Durrësit dhe Bashkia Krujës, makina do duhet që të kalojnë për çdo ditë në këtë urë që nuk ka asnjë element sigurie, fare. Pra makinat, jo këmbësorët. Këtu nuk ka asnjë element sigurie. Pyetja ime që kam publikisht për kryeministrin, i cili na ka ofruar zgjedhjet e fundit konceptin e pasaportës europiane dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030. A ka në vend tjetër të Europës Perëndimore apo të Bashkimit Evropian që ka këtë urë, këtë lloj ure me këtë lloj standardi sigurie që të kalojnë makinat? Në rast se është përgjigja po, ne do ta pranojmë. Në rast se është përgjigja jo, atëherë të merren masa dhe të ndërtohet një urë e denjë për të kaluar këtë lumë që shikoni këtu, që është sigurisht shumë i rrezikshëm kur ka prurje të larta dhe nuk mund ta mbajë dot kjo lloj ure që kemi këtu. Kjo urë duhet mbyll për mendimin tim edhe për këmbësorët, pra të ndërtohet një urë e re që të lidh Bashkinë e Durrësit me Bashkinë e Krujës.